ndjenjat e veta për t'i kënaqur të tjerët është më shumë se një arkeolog, më shumë se një historian, më shumë se një mitolog, më shumë madje edhe më shumë se një shkencëtar, se na besojmë se shkenca është më e lartë se të ndërtohet mbi fakte, po t'ja heqim artin të gjitha pjesëve, atëherë vlera do të bie në zero. Artistët prezantohen secili në stilin e tij unik, ku kemi ndërthurje ndërmjet arteve realiste, arteve ekspresioniste, kemi edhe art impresionist, kemi edhe pjesë arte bashkohore ose kontemporane, ku ndërthuret edhe arti pak idesë ose arti konceptualistik, por mbi të gjitha si rezultat matematikor është figura e shquar e Skënderbeut në atë hulumtimin apo në ato limitet të cilat na ofron historia, gravurat apo veprat e artistëve të tjerë, ku shihet qartë portreti Skënderbeut, figura e tij, dikush Skënderbeut si filozof, si mendimtar, dikush Skënderbeut si luftëtar, diku paraqitet edhe shumë si strateg. Të gjitha vetit origjinale të Skënderbeut janë të gërshëtuara në pikturat e artistëve. Prandaj edhe e theksova që artisti është ai i cili e zbukuron botën, jep njohuri për botën, i tejkalon të gjitha sfidat e botës dhe në fund opinioni krijon besueshmëri ndaj veprës së artistit, ku artisti duhet ta distancojë vetveten nga vepra e tij. E kjo është ajo më problematike, ku në thellësi prap na gjejmë elemente të shpirtit të artistit në çdo punim të tij. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrje dhe shpresoj dhe besoj ta shijoni ekspozitën. Ju falenderoj.